Punoj me parë në Amerikë ka qenë Pllakaxhi. Ne kemi ndërtu 270 apartamente dhe kemi mbi 450 proces ndërtimi. Nëse dielli ka lind, të rit janë në krevat, do të thotë se është një dam i madh që ju shkaktohet ardhmës tyre. Unë jam Andrea Gjini, jam 27 vjeçar, kam marrë në Amerikë para 6 viteve, vi nga qyteti i Lezhës, familja ime pothuajse gjitha merret me ndërtimtari atje, në zonën e Shëngjinit. Ideja ime ishte kur unë isha në moshën 21 vjeçare, pasi mbarova fakultetin e drejtësisë në Tiranë, dhe ishte momenti që unë duhet jepja një drejtim i jetës time. Dëshirat, ëndrat dhe planet e mia ishin që unë të isha pjesë e industrisë ndërtimit atje. Fatkeqësisht mund ta them gjatë asaj periudhe, nuk e di, ndoshta ishte faja im, ndoshta ishte koha e gabuar, po hasja vështirësi shumë të mëdha për të arritur për të futur në industri, edhe pse familja ishte pothuajse e gjitha. Kjo vinte për arsye të konceptit, si e shihja unë që kjo lloj industrie duhet funksiononte. Kjo vinte edhe si pasojë e ndryshimeve të gjeneratave ose themi të njësive të turizmit që po kishin kërkesat e tyre, që po shtronin kërkesat e tyre, dhe ishte një ndryshim për 180 gradësh të cilët unë doja të aplikoj atje. Fatkeqësisht kjo nuk ishte e mundur, unë për të shmang që idetë e mia të bllokohen edhe mos kem probleme ndërmjet meje dhe atyre që ja ushtroja këto dëshira, vendosa rrugën më të thjesht për t'u largu dhe erdha përfundova në Amerikë. Isha i pajisur me një vizë turistiko biznesit, erdha këtu, pash se si funksiononte sistemi, zoti e deshi që gjatë asaj periudhe që unë po kërkoja të isha pjesë e kësaj industrie, doli që e njëjta industri që kërkoja që të isha pjesë atje, po kishte një bum zhvillimi tepër agresiv edhe këtu në New York. Shkaktoi një klik brenda meje dhe thash tani unë do të lokalizohem dhe do të filloj të ngrej një projekt të ri dhe fatmirësisht ky projekt mori një rrugë, mori një drejtim dhe siç ju e keni pa, vazhdon të jetë në një rritje konstante nga viti në vit. Dhe fakti që ishin disa njerëz në këtë industri më shkaktoi mua një dëshirë për të njohur me këta njerëz. Dhe e vetmja mënyrë që për ta shpalos veten time ishte duke i kërkuar një punë. Dhe fatmirësisht ato ma dhanë mundësinë për të pas një punë dhe ishte detyra ime pasi e mora atë punë që t'ja u shpërbleja. Puna ime e parë në Amerikë kanë qenë Pllakaxhi. Unë kam punuar për 1 vit si Pllakaxhi, si ndips Pllakaxhi, as Pllakaxhi certifikum nuk arrita të basha, sepse mendja dhe shpirti ishte gjatë gjithë kohës të mësoja dhe të isha një ndërtues, të isha një developer, të isha një builder, siç njihet termi i duhur këtu në Amerikë. Dhe gjatë gjithë kohës që unë po punoja me atë person cilin e falenderoj sepse ishte ai që u bë ura lidhëse mes meje dhe atyre njerëzve, nga ai moment vazhdoi udhëtimi im. Gjatë ditës punoja, isha ndihmësi i tij mbas 8 orashit, që vishim në shtëpi, shkoja, bëja dush, ushqesha dhe isha me vrap t'i takoja këto njerëz, të mësoja diçka prej tyre. Projekti i parë ka filluar në vitin 2021 te një bashkëpunim një partnership që unë e krijova, sepse duhej ndihma e dikujt, isha me shumë fat edhe në atë moment kur e krijova atë partnership, sepse pala tjetër ishte duke e kërku një person, një të ri i cili ka energjinë e duhur që t'i shtyhet projektet përpara. Ky ishte një biznes i dytë, nuk ishte prioritet për atë. Po për mua ishte biznesi prioritar, so ishte një ndihmë e madhe që unë e mora dhe kisha mundësinë që të isha ai që po e drejtoja biznesin. Dhe e maj mend në fillim vitin e parë, projektin e parë ka qenë një projekt prej 7 katësh 25 apartamente. Dhe ishte një fillim që pothuajse pjesa madhe po t'ju thoja ishin pse e bane, sepse mund të kishte filluar diçka më të vogël, dhe nga diçka më e vogël të marrësh eksperiencën dhe vazhdo diçka më të madhe, por unë gjithmonë themi armiku im më i madh ose kundërshtari më i madh ka qenë koha. Unë nuk shuhem për njëri që kam durim. Unë jam njëri që dua ta filloj, ta kryj deri nga momenti që unë e kryj, nuk kam pushim, nuk zë paqe brenda vetes. Nga momenti që ne kena filluar projektin e parë, projekti i dytë ka filluar mbas 6 muajve. Ne kemi qenë vetëm strukturën e kemi pas kryimet projektit parë dhe kishim ca lek që ishin aty dhe unë gjithmonë e kam thënë që leku do të jetë gjithmonë investim.
legu i qëndruar në bank është humbje. Dhe atë lek do e përdori dikush tjetër. So, në vend që ta përdori dikush tjetër, ta përdorim ne. Dhe unë e mora atë lek, e tentova atë lek, ram dakord, partnershipi ra dakord dhe e investume në një projekt tjetër që ishte 2 fishi i apartamenteve të parit. Dhe nga ai moment unë kam vënë një rregull që çdo projekt që jam duke ndërtu do të ketë minimumi 2 apartamente, 2 njësi, më shumë se ai që kemi në dorë. Kam marrë një vendim si drejtuesi i kësaj kompanie, sepse tash kompania drejtohet të gjitha nga grupi jon. I kemi ndalu partnershipet, i kemi ndalu pjesën e dytë njerëzve që unë i kam quajt bashkëpunëtorët e mi. Tani jam unë dhe momenti që unë e kam marrë përsipër kompaninë ta drejtoj, e kam fut komplet kompaninë në një fazë riorientimi dhe ne kemi vënë standard që projektet e tanishme do të jenë komplet projekte mbi 100 apartamente. Tani kemi një projekt në dorë, aty kemi 2 njësi, 2 kulla i quajmë, projekti A dhe projekti B, kemi 165 apartamente dhe katin e parë kemi njësi komerciale, grocery, dyqane, kopshte fëmijësh. Nuk e kemi vendosur akoma, por aktualisht jemi në fazë ndërtimit. Ka 2 javë që ne kemi finalizuar një kontratë për 180 apartamente të tjera. Jam drejtuesi i kompanisë e cila quhet Creston Equity Group. Kjo arsye është diçka personale sepse emri vjen nga një rrugë në të cilën unë kam bërë 2 ndërtesat me fitimet më të konsiderueshme që nga momenti që kam filluar karrierën. Dhe kur po më pyesnin çfarë emrash, si do vazhdojmë, si do jemi, unë jam aq i lidhur me atë lokacion dhe thash ky do jetë emri i cilin unë do ta marr me vete sepse nuk më let dështoj. I plotësoj pothuajse gjitha pritshmëritë e mia dhe e kam një dëshirë ta kem me vete. Ne si kompani jemi të ndarë në 2 grupime, një grupim është grupi i terrenit, grupimi tjetër është grupi i zyrës. Këto jemi 4 struktura. Struktura e parë është pjesa e arkitektit dhe projekteve inxhinierike. Këtu bëjmë gjitha dizajnimet dhe kalkulimet e objekteve tona. Pastaj kemi pjesën e general contracting, që është kompania e cila merret me ndërtimtarinë e projekteve. Në atë kompaninë bëjmë analizat e pjesën kontraktuale, kush do të jenë kontraktorët të cilët do punojnë për ne dhe sa do jenë çmimet dhe cili është totali koste definitive e projektit. Grupit që janë në terren janë grupi i cili funksionojnë me direktiva mbazë të nevojave edhe mbazë të fazave që projekti është. Nga momenti që dorëzohet certifikata e pronësisë, ne ndërhyjmë në marrëdhëniet që kemi siç e preka më përpara me Bashkinë e New Yorkut, cilave u dorëzojmë apartamentet. Aktualisht ne kemi ndërtu 270 apartamente dhe kemi mbi 450 në proces ndërtimi. Biles bëj shaka sepse i tham sa bashkëpunëtorëve të mi, shokëve të mi që jena që ditën e parë kur kemi ngritur kompaninë, i them që këto janë vetëm për gjysmën e 2026-s, se për 2025-ën jena already booked. So kena punë, nuk kemi dyshime. Aktualisht kompania është lokalizuar vetëm në një boro, që është Bronxi. Jemi të lokalizuar këtu sepse e filluam këtu. Po kjo nuk do të thotë që ne nuk do të zgjerohemi, sepse biznesi kërkon gjithmonë zgjerime, kërkon gjithmonë prurje. Dhe kemi plane, çdo tokë që do vije, çdo kontratë që do vije, do analizojmë. Nëse ne dëshojmë që mund të nxjerrim produktivitet, jemi të gatshëm të japim ofertën tonë. Një faktor deciziv për këtë sasi apartamente që ne hedhim në treg është edhe mënyra e funksionimit që kompania jonë ka. Unë kam një parim të cilën ja kam transmetuar çdo lloj kontraktori, çdo lloj bashkëpunëtori që po deshet punosh me mua, koha, ora nuk do të ekzistojnë. Në momentin që marrim projektin, ne e shohim projektin si një challenge, si një sfidë e cila po na sfidon. Dhe bëjmë mobilizimin e menjëhershëm që nga dita e parë deri nga dita e fundit që ne do e kryjmë atë projekt. 80% të projekteve tona në harkun kohor nga 9 deri në 12 muaj ndërtimtari e kryjme, gati për të hyrë në treg. Po arrim të kryjmë brenda një jave 3 kate. E kemi 2-day cycle, i thojmë ne këtu. Por kjo kërkon angazhim, kjo kërkon koordinim, kjo kërkon burime njerëzore. Ne kemi rreth 120 persona të cilët janë pothuajse çdo ditë në terren në atë objekt. Kërkon shumë angazhim, ne po e arrijmë dhe një faktor tjetër që unë dua ta preku sot është se kur them
punojmë 24 orë 7 ditë është për një arsye sepse ne kemi njerëz të angazhuar edhe në Europë. Pjesa e drafters, pjesa e projektimeve, ne i kemi në Zagreb të Kroacisë. Nga Zagrebi, kur ne shkojmë flejmë gjumë këto, në Zagreb pjesa e Europës zgjohet nga gjumi dhe ne marrim prodhime nga atje. Po të njëjtën gjë e përdorim edhe në anën e Azisë, që kemi edhe pjesë ndihmësa të tjerë. Ne jemi pothuajse në strukturë nga momenti që kemi strukturë të zyrës, strukturë terrenit, jemi pothuajse 1200 persona të cilët punojmë në këto projekte. Normalisht nuk janë të gjithë të punëtorët e mi, por kur them këta persona, them sepse nga numri i kontraktorave ose sistemeve nën-kontraktuale që kompania jonë ka. Unë nuk jam person që kam dëshirë të flas për veten ose për kompaninë. Besoj se kur njerëzit ta shohin masivitetin, lartësinë, njerëzit që punojnë, din t'i bëjnë kalkulimet e veta. Dhe unë ju premtoj diçka se në videon tjetër ose në regjistrimin tjetër që ne do bëjmë, sasia e apartamenteve dhe zhvillimi i kompanisë tonë, nëse Zoti na jep shëndet, do të jetë minimalisht 2 fish. Unë i përkas një brezi të ri emigrantësh në Amerikë, siç e kam përpara, jam 27 vjeç, jam ditëlinje 1998, jam komplet dekadë e re dhe e quajm veten se pjesa më e re e emigracionit këtu. Për mua është kënaqësi të kem shqiptar që rreshtohen krameje, kam dhe pres të kem edhe më shumë. Jam i hapur kundrejt çdo lloj bashkëpunimi që mund të bëj me bashkëkombasit e mi, sepse ne gjatë ditës jemi detyruar të flasim anglisht, flasim spanjisht, po se si merremi vesh shqip, nuk merremi vesh në gjuhë të tjera. Kur jam largu nga Shqipëria, jam largu për që t'ja vleje rrugtimi që kam marrë përsipër. Dhe mos kthehem në Shqipëri si njëri që e provova. Ajo shpreha që djali mirë i shkreti, nuk e kam tentuar, nuk e kam synu kurrë. Unë kam lënë familjen, kam lënë shumë të mira materiale, kam vujt shumë që disa të mira, disa njerëz t'i kem këto. Nuk e mohoj, Shqipëria është prap një peng të cilën unë i ditë do t'ja marr atë që nuk më dha. E kam peng dhe do t'ja arri. Unë nuk jam askushi që t'i them të rinjve se ç'a më bë ose si duhet sillen, sepse unë jam akoma në zgjerim. Për mua i arrijeri suksesshëm është ai person i cili e mbyll jetën e vet, e mbyll karrierën, e mbyll rrugtimin e vet, duke finalizuar sukses dhe e arrit qëllimin e vet në atë fushë që ka hyrë. Një këshill nëse do ma pranojnë, janë të lirë mos ma pranojnë, por që e kam unë timen çdo mëngjes, është të kenë besim të madh tek Zoti, të kenë besim të madh te vetja e tyne, sepse Zoti është, pa Zotin nuk mund bëhet asgjë. Fati është pjesë kryesore në rrugtim. Vetja atyne ose personaliteti ose individi duhet zgjohet vetë në gjes për pas një dëshirë për një jetë më të mirë dhe duhet ta shikojnë diellin në mëngjes si armikun e tyre më të madh. Nëse dielli ka lind, njerëzit të rit janë në krevat, do të thotë se është një dëm i madh që i shkaktohet ardhmës tyne. Pra, nëse arrin ta vënë në zbatim këtë këshill që unë do t'ju them, do të jetë gjithmonë të zgjohen përpara se dielli të lindë. Dhe unë atë bëj çdo ditë, atë e shoh momentin e parë, shoh nëse dielli ka dalë, unë jam i humbur në ditë. Nëse dielli nuk është, unë jam i fituar. So, funny story, I have about 20 years experience in commercial construction. And about 5 or 6 years ago, I met Andrea in New York City. I used to run projects in Manhattan, and I was actually his boss. He was installing bathroom tiles for me in projects that I was building. And I thought he was a sweet guy. He always did a good job. And he worked for us for a couple of years, and then he left. And then a mutual friend of ours, who was his original partner, is a good friend of mine, he asked me to come on with the team. At that point, I had no idea that Andrea was part of it. So when I came here, we started working together, and I was surprised because I was like, you used to work for me before. And since then, I've been with him, and we have grown so fast. When we first opened this office, we only had 1 building developed and 3 in construction. And since then, we've developed 6 more buildings, and we have 4 more buildings upcoming.
in less than 4 years that we've been working together.